listës për këshilltar të komunës zotëri Fadil Zendelin, si dhe kryetarin e ardhshëm të komunës së Gostivarit, zotëri Rufi Osmani. Të gjithë e dim se guximi dhe sakrificat e Rufi Osmanit për popullin shqiptar nuk kanë fund. Do të ishte pasuri e madhe për kombin sikur të tillë personalitete të kishte më shumë, dhe ne në fshatin Çajl jemi krenar që kemi një njeri të dëshmuar, të vendosur dhe të pathyeshëm siç është Rufi Osmani. Fjalën e merr këshilltari i mundshëm nga fshati Çajl, inxhinieri ndërtimtarisë zotëri Fatmir Dalipi. Unë si këshilltar i mundshëm nga fshati Çajl, së bashku me ekipin ton, do të angazhohemi me përkushtimin më të madh që të zgjedhim të gjitha problemet që na tangojnë neve si qytetar të fshatit Çajl dhe Çajl të vjetër, dhe si qytetar të komunës së Gostivarit me rrethim. Kam nderin që përpara jush të ftoj këshilltarin e mundshëm po ashtu nga fshati Çajl, profesor Vesel Mehmetin. Mirëmbrëma bashkëvendas, mirëmbrëma musafir, mirë se na keni ardhur në fshatin Çajl në vendlinjën e Rufi Osmanit. Nëse dikushi dishon se koha e ndryshimeve ende nuk ka ardhur, sonte Çajla u ka treguar se ka ardhur dhe është tek tune. Këtë prezentim timin me fjalët e Hillary Clinton që ja tha John McCain. Unë do të them në gjuhën angleze për shkak se është më interesant. No way, no how, no Nevzat Bejta. Kam nderin që përpara jush të ftoj bartësin e listës për këshilltar të komunës së Gostivarit, zotëri Fadil Zendeli. Falenderit. A është koha për fitore? A është koha për ndryshime? Unë e di se Çajla mburret me Rufi Osmanin. Unë e di se Gostivari mburret me Rufi Osmanin. Po Rufi Osmani i ka kalu kufit e Gostivarit. Ai ka kalu kufit e Maqedonisë. Ai është biri të gjithë shqiptarëve. Dhe kjo na nderon neve të gjithëve, apo jo? Ai u kthye, sepse e dinte se e pret populli, e pret obligimi dhe e pret besa që ai e dha para se të burgosen. Ai tha, do të jem gjithmonë me ju, dhe pikërisht sonte, është këtu në mesin ton. Ai që të gjithë ne e duam. Doj të marrë fjalën legjenda e gjallë e popullit shqiptar,
e ka vlejt të presim 12 vite për t'u parë sërish, apo jo? Falënderit. Sot jam shumë më i fortë se para 12 viteve. Forësia ime është vullneti juaj, është ekipa juaj, është programi jon, është dëshira jon dhe mbi të gjitha, është bekimi i Zotit i cili na përcjell në çdo tubim. Edhe unë ju dua shumë. Këto zgjedhje kuptoni shumë ma gjarë se Gosivarin. Këto zgjedhje duhet qenë fitorje e madhe demokratike. Fitore kjo që do kthen dinjitetin, do krijon një elitë të re politike, do hap perspektiva edhe për territore tjera shqiptare në Maqedoni. Fitore e cila të dëshmon se ne mund të kohabitojmë në paqe, në demokraci, të bashkjetojmë me të gjithë, të barabartë, pavarësisht nga kultura, nga feja, nga gjuha, do dim të ofrojmë alternativa për të gjithë.